E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të sjellur lajmet më të fundit, për të sjellur ngjarjet më të fundit rreth çiftit tuaj të preferuar. Do të ndaloj edhe një herë tek Brikena dhe Mateo. Brikena Selmani, ditëve të fundit, ka filluar të ketë një aktivitet jashtëzakonshëm në Instagramin e saj. Postime të shumta, fotografi interesante, video që kanë marrë në fakt një vëmendje të jashtëzakonshme, lajka pafund, çdo postim i Brikenës kalon mbi 58.000, 59.000 lajka që nuk kupton që domethënë ka një fanbase shumë të madh dhe unë do të them hetime, unë kështu do t'i quaj, domethënë Mateo dhe Brikena publikun e kanë shndruar në detektiv, janë duke hetuar publiku çdo lëvizje të tyre, çdo mimik të tyre, çdo postim të tyre. Përflitesht e shumë, më kanë ardhur dhe mesazhe në fakt në TikTok, Tiron çfarë mendon, a janë bashk Brikeo, a janë bashk çifti, mos ka ndonjë krisje, pse nuk dalin bashkë nëpër fotografi, pasi që publiku dëshiron që domethënë unë e kuptoj, dëshira e madhe për t'i parë bashkë, dëshiron që non-stop të shikon çiftin në qendër të vëmendjes, dëshiron që non-stop të shikon çiftin duke u argëtuar, duke kaluar bukur, duke postuar story, por unë e kam thënë, Brikena dhe Mateo, domethënë jam i bindur që nga ana e Brikenës është e kërkuar që kjo jeta e privatësisë të mbetet e privatësisë, domethënë më shumë në fokus të jetë jeta artistike. Brikena ka postuar sot një fotografi shumë të bukur, domethënë një mix fotografish teksa po shionte mëngjeset, duke grënë dredhsa, duke jetuar momentin dhe siç dukej, domethënë ajo në Tiranë është pozicionuar në një hotel. Ajo ambienti ku e pash unë, domethënë mu duk si ambient hoteli, le ta mençojmë, mund të jetë edhe tek apartamenti i Mateos, domethënë besoj që Mateo mund ta ketë luks apartamentin, por fotografia që unë e pash ishte fotografi e hotelit, që nuk kupton Brikena, domethënë është duke përgatitur një diçka. Tani Brikena ka postuar fotografi dhe me fustan interesant, domethënë fustan luks, që nuk kupton që mund të jetë pjesë e një panelit, por edhe që nuk kupton që Brikena mund të bëjë një reklam duke bërë reklamën një brandit që mund të jetë një aksesor shumë me vlerë që i është besuar në reklamim të Brikenës dhe jo më kot, domethënë është i gjithë ky komoditet. Domethënë Brikena po punon, por që ndodhet në Tiranë. Tani, pyetja më e madhe është kjo, a janë bashkë çifti dhe çfarë po ndodh me çiftin? Po të hidhni një sy në videon që Mateo ka postuar në Instagramin e tij, teksa po voziste një Audi, një markë goxha të fortë, Mateo ka unazën në gishtë, domethënë nuk e ka hequr unazën, që kjo nuk kupton që çifti është bashkë. Nëse shkojmë dhe verifikojmë pak komentet, shohim që nëpër komente është motra e Mateos e cila nuk ndalon së suportuari Brikenën dhe së komentuari kundërdrejt Brikenës. Domethënë, afërsinë të dy vajzat e kanë të jashtëzakonshme dhe këtu kemi edhe këtë raportin mes kunatave, që është një raport i mrekullueshëm. Domethënë, nga informacionet më pas që kam unë, që pyes miqtë të mi se çfarë po ndodh me çiftin, a është gjithçka në rregull, domethënë marrëdhënia e tyre është superiore. Marrëdhënia është jashtëzakonisht e bukur, Mateo është shumë i lumtur, po kënaqet në dashurinë e Brikenës, gjithashtu dhe Brikena në dashurinë e Mateos. Por unë mendoj që çifti, domethënë, është momentalisht duke e shfrytëzuar famën të cilën e ndërtoi. Tani kjo fama nuk është afatgjate, në qoftë se çifti nuk dihet ta bën. Mateo dhe Brikena tashmë janë në kohën e tyre të artë dhe ato janë duke marrë maksimumin nga koha që të prodhojnë sa më shumë material që të jenë më afatgjatë te publiku dhe të sjellin material te publiku. Brikena është duke investuar jashtëzakonisht shumë në rrugtimin e saj që të jetë një influencere, një miss, një vajzë me peshë, që të ketë një punë të rregullt në këtë drejtimin dhe të merr një besueshmëri të madhe te publiku, por dhe Mateo e ka lënë me dije që përpos ofertave të ndryshme që në fakt përflitet që mund të merr çifti, siç është përputhen që përflitet për Mateon, që mund të jetë pjesë
panelit të opinionistit, por në sezonin e ardhshëm, dhe Brikena që mund të jetë në shizon top aty ku vlerësohet bukuria, ku vlerësohet vajza, ku vlerësohet trupi i bukur, Mateo dhe Brikena investojnë dhe në bizneset e tyre personale. Me thënë e shoh që Mateo është duke investuar jashtëzakonisht shumë në palestrën e tij, ndoshta do të kemi një rrugtim të ri, një palestër të re për Mateon, sepse mendoj që Mateo më së shumti hyrin Big Brother për ta riorganizuar këtë pjesë, pasi që ka një talent jashtëzakonshëm, njerëzit Mateon e njohin për një trajner profesional që vërtet kanë paguar për qenë tek ai dhe kanë patur sukses. Sot Mateo këtë biznesin mund të arrijë më shumë. Do të thënë, marrëdhënia e çiftit është shumë e bukur, është çifti që mendoj që është i vërtet dhe vazhdon me vërtetësi të jetë pas Big Brotherit, me patjetër që do të shfaqen nëpër intervista së bashku, me patjetër që do t'i shijojmë gjatë gjithë sezonit veror ku Mateo dhe Brikena kanë dhe çmime të fituara në Big Brother për udhëtime nga Global Travel, dhe kështu që domethënë kemi të bëjmë me një çift i cili është duke shijuar ndjesinë dhe dashurinë e tij. Tani, a është Mateo ai i cili shoqëron Brikenën? Me patjetër që është Mateo. Brikena gjatë gjithë kohës, domethënë kur ka udhëtuar Prishtinë, Tiranë, që poston vetëm disa video të shkurtra në Instagramin e saj, duke që udhëton me Mateon dhe me makinën e Mateos, domethënë janë të dy së bashku, po kalojnë kohën së bashku dhe mundohen që domethënë të jenë sa më larg paparaceve. Por nuk mund t'ju shpëtojnë me patjetër kamerave dhe publikut shqiptar i cili i do dhe i admiron kaq shumë. Mateo vazhdon të jetë shumë modest, do me thënë vazhdon me këtë modestin, ai vazhdon të pil kafe në lagje, do me thënë nuk është se fama ka ndikuar tek çifti që të ndryshojnë normalitetin, që të ndryshojnë përditshmërinë, që të ndryshojnë rrugtimin e tyre, përkundrazi do me thënë janë bërë më të suksesshëm, janë bërë më të dashur dhe janë me këmbën në tokë. Do me thënë Brikena është duke punuar projekt që do ta sjellë shumë shpejt tek publiku shqiptar. Në fakt një projekt e solli Brikena që pas daljes nga shtëpia Big Brotherit, një fotosesion me veshje sportive që pati një sukses të jashtëzakonshëm, do me thënë një firmë që ja kishte besuar këtë brand për reklamim Brikenës, me thënë Brikena po hy bukur në këtë rrugën e reklamave, gjë që në fakt edhe Mateo me patjetër që do të merr një pozicion serioz në këtë rrugtim, që jam i bindur që do të jetë një pozicion që do të sjell fitime, por edhe afërsinë tek çifti, tek publiku. Unë mendoj që televizioni Top Channel këtë çiftin nuk e lë që të binë në tokë, ka shumë klikime, është shumë i dashur dhe ma merr mendja që do të ketë një pozicion interesant në televizion. Brikena është duke kaluar një rrugtim të bukur, gjithashtu dhe Mateo, do të thënë do të shohim risi dhe vetëm risi. Unë fillimisht ju uroj të gjitha të mirat, uroj që t'ju shkon jeta kështu e mbar, me shumë dashuri, me shumë mirëkuptim dhe me shumë mbështetje për njëri tjetrin. Do të thënë mbështetja vazhdon të jetë edhe jashtë, edhe shpresoj që të na dhurojnë gjithmonë emocion të bukur ashtu siç i dhurojnë vetes së tyre. Publiku ka nevojë për to dhe ndoshta pak më shpesh bashk afër nesh do të ishte më fantastike. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni me subscribe për të dëgjuar të rejat më të fundit.